Në esencë, kërkesa jonë është e thjeshtë dhe e drejtë. Të anulohen të gjitha vendimet e marra me efekt retroaktiv. Nuk mund të pranohet që qytetarët të ngarkohen sot për detyrime që në kohën kur janë krijuar nuk kanë ekzistuar ose janë interpretuar ndryshe. Kërkojmë që të gjitha vendimet tashmë të nxjerra mbi bazë retroaktive të anulohen dhe çdo procedurë e tillë të ndalet deri në sqarimin e plot ligjor. Kërkojmë përfshirjen e profesorëve universitarë dhe ekspertëve të pavarur për interpretim të drejtë të ligjit për tatim, veçanërisht për çështjen e residencës tatimore dhe rregullin e 183 ditëve e më shumë. Si llogaritet, kur aplikohet dhe në cilat raste një qytetar konsiderohet resident tatimor apo jo. Nuk mund të lejojmë interpretime të ndryshme nga një zyrë në tjetrën, nga një rast në tjetrin. Ligji duhet të jetë i njëjtë për të gjithë dhe i kuptueshëm për çdo qytetar. Kërkojmë hapjen e debatit në parlament. Një çështje që prek mijëra qytetar nuk zgjidhet me vendime administrative të mbyllura, por me debat publik, transparent dhe institucional. Dhe në fund, por jo më pak e rëndësishme, kërkojmë interpretim të drejtë të ligjit, jo interpretim që rëndon qytetarin, por interpretim që respekton parimet kushtetuese dhe drejtësinë. Ne nuk jemi kundër ligjit. Ne jemi kundër padrejtësisë, nga tetova sot po kërkojmë anulimin e gjitha vendimeve retroaktive, ndërprerjen e menjëhershme të praktikës së retroaktivitetit, sqarimin ligjor dhe akademik të residencës tatimore, debat parlamentar dhe transparencë institucionale. Dhe këto kërkesa nuk do të ndalen derisa të dëgjohet zëri jonë.